Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhaqatul iman, e ka shijuar me kuptimin e plot të fjalës besimin, imanin. Men radhiya billahi rabban, ai I cili është I kënaqur me Allahun xhele xhelalu si Zot, wa bil islami dinan, dhe ai I cili është I kënaqur me islamin si fe, wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ar-rasula, dhe ai I cili është I kënaqur me Muhammedin alaihi salatu wassalam si pejgamber, si të dërguar, dhe garanci për të qenë I qetë në jetën e kësaj bote, për të kaluar një jetë sa më të mirë, është devotshmëria, është ibadeti, përkushtimi ndaj Allahut xhele xhelalu, qetësia shpirtërore, lumturia në këtë botë nuk arrihen me pasuri, nuk arrihen me shfrenimin e dëshirave të tua, nuk arrihen kur ti endesh sa andej, sa këndej, por se arrihen atëherë kur ti nënshtrohesh Allahut xhele xhelalu.